Puna e përbashkët u mundsoi të arrijë qëllimin që patën. Të martën UBT International Smart Schools u akreditua nga Cambridge International Education. Kurioztar që të gjitha ndaj salla u mbush plot me profesorë e student. Para tyre rektori UBT-s Edmond Hajrizi u konfirmoi edhe një herë lajmin për akreditim. Kjo arritje është një arritje shumë e madhe për ne dhe për Kosovën, për shkak se krijon një konfirmim që edhe ne si shkollë edhe si Kosovë plotësojmë standardet më të avancuara të edukimit në botë. Cambridge International Education, siç e dini, ka zhvilluar standardet që tani më janë më të njohura në botë. Hajrizi bëri të ditur se UBT shkolla e vetme akredituar jo veç në Kosovë. Që është shkolla e vetme e kompletuar dhe akredituar si e tillë në Kosovë, besoj edhe në region ka shumë pak ose fare pak. Kjo na krijon një mundësi të mirë. E bën një ndërlidhje të mirë të standardeve dhe praktikave të mira. Rektori njoftoi studentët që tani më nuk do të kenë asnjë pengesë për studimin në universitetet botërore. Këtë nivelin nuk mundet me marrë dikush tjetër nëse nuk është një shkollë akredituar nga si në këtë rast ka Cambridge International Education. Kështu që me këtë rast gjitha diplomat tona tani më konfirmoj nivelin A. UBT javën e kaluar është shpallur universiteti më i mirë në botë për pjesën e reputacionit.